kemi një marrëdhënie shumë të bukur, unë si thash, jam një njeri që për njerëzit që unë dua, unë bëj çdo gjë. Luftoj shumë, ashtu si kam luftuar për dashurinë tonë, për familjen tonë dhe gjithmonë nuk jam dorëzuar sepse e dija që një ditë doja dilnim dhe sa herë që bashkëshorti im kalonte vështirësi apo detyrohej të linte punët, fillonte një punë të re, apo kur ai pësoi një aksident tek puna dhe e ka mbajtur dorën diku tek 2 muaj në Allçi, e shikoja që ishte shumë keq nga gjendja emocionale, sepse ishte hera e parë që ai rrinte pra aq shumë gjatë në shtëpi dhe unë çdo ditë, edhe pse isha e mërzitur, nuk e tregoja tek ai. Isha ajo që i thoja, ç'ke ti që mërzitesh, ne doja dalim, ti do bësh mirë, ti do shërohesh. Gjithmonë e kam pas këtë iniciativën apo brenda vetes që gjithmonë doja të mos e zhysja veten time, gjithmonë kam dashur të ecë përpara, sepse njeriu kur kapet në ato mendimet negative, është e vështirë të ngrihesh. Prandaj gjithmonë duhet të ecim përpara. Jeta ka vështirësi për secilin nga ne. Duhet të ecim përpara, ta gjejmë forcën. Unë kam fëmijët e mi, ata janë motivi i jetës time dhe unë kur nuk lodhem për ta, asnjëherë. Kur dhe nuk do lodhem asnjëherë, nuk do ankoj, mjafton që ata të jenë mirë dhe nuk dua që t'ju mungoj asnjë gjë. Sa të kem mundësi, do bëj çdo gjë për ta. Ja, shumë e bukur, është një mesazh shumë i bukur, Melinda. Një mami shumë e përkushtuar, një bashorte shumë e përkushtuar dhe mbi gjitha një vajzë e cila e don jetën me thjeshtësi. Nuk don luksin, por zgjedh të jetë e lumtur, duke vlerësuar jetën në përditshmërinë dhe me thjeshtësinë e saj. Dhe është për të vlerësuar në fakt, sepse ta mendosh mirë, ndonjëherë lumturia fshihet pas gjërave shumë të vogla. Edhe pas, siç thuat, pas një kafeje me një njeri të zemrës, një bisedë të bukur si kjo që po bëjmë ne tani, domethënë që mua po më jep shumë kënaqësi. Prindrit e mi kanë qenë një shembull shumë i mirë që ata janë dhe krenaria ime, kanë qenë një shembull jo vetëm për mua, por edhe për vllajin dhe për motrën time. Babi im është njëri shumë i thjeshtë, ashtu dhe nëna ime. Ata gjithë jetën e tyre kanë sakrifikuar që ne të tre të na shkollonin, për ta ka qenë shumë e rëndësishme, që ne të kishim një diplomë, sepse mos sot nesër një ditë do na hyte në punë. Ka qenë shumë e rëndësishme, kanë sakrifikuar gjithë jetën e tyre, janë shumë punëtorë të dy. Dhe ata janë shembulli më i mirë që unë kam ndjekur, se sado fëmia të mos i ngjaj prindrit, sado në gjurmët e tij do ikje, për këtë jam e sigurt dhe dua që dhe fëmijët e mi të kenë një shembull për të ndjekur ashtu si unë kam ndjekur të prindërve të mi. E qartë, cili është momenti më i vështirë si emigrante dhe si emigrante kur them, jo vetëm në aspektin e vështirësive ekonomike dhe stabilitetit jetësor në Itali, por edhe madhi për Shqipërinë, madhi për njerëzit e afërt, çfarë ke një peng pasi je larguar nga Shqipëria dhe çfarë realisht të mungon për gjatë këtyre viteve larg Shqipërisë? Atëherë Shqipëria mua më mungon në çdo moment, sidomos kur shikoj mikeshat e mia që janë në Shqipëri, apo kur postojnë me prindrit e tyre, direkt kapa i malli në sekond. Më mungon Shqipëria, më mungon shumë. Kur ti ke ngarkesë, ke pasi ngarkesë gjatë ditës, edhe thjesht do doje të kishe një përqafim nga mami, ta kishe afër, edhe pse siç e the edhe ti vetë që tani ne kemi telefona të flasim edhe gjithë ditën, por prindrit janë ata që mungojnë më shumë. Unë ta arri dhe tek pyetja që më bëre, një nga momentet që kam përjetuar pak, ka qenë kur babai im kaloi një problem shëndetësor dhe unë nuk e dija, nuk më treguan, se prindrit e mi e din që unë shqetësohem shumë, kam një natyrë që prekem shumë, edhe gjërat i përjetoj shumë, nëse më mërzit diçka, apo kur dhe një nga fëmijët është pak pa qef, unë prekem e kam natyrën time, jam natyrë shumë e ndjeshme. Dhe babi kishte shkuar në spital për diku te 3-4 ditë dhe ndërkohë mua më merrnin xhaxhi halla në telefon dhe
nuk e pyeta vete që pse po marrin këta, se nuk e se jetoni dhe këtu afër, por nuk më treguan, thjesht doni të më pyesnin, a nuk e di. Dhe ka qenë moment shumë i vështirë kur më merr babi mbas 3-4 dite. Dhe babi im është një person që nuk flet shumë në telefon, që të flasi gjatë gjithë ditës, por kur ai merr telefonin është e sigurt që do të thotë diçka me rëndësi, diçka të bukur, diçka, do të thënë kur ai thot bire flas pak me vajzën, dije se do thotë diçka që vërtet duhet ta dëgjosh me patjetër. Dhe kur më thot që unë mbaj mend kam qenë bënte djali 2 vjeç dhe kam qenë në dyqan për t'i bler ato gjërat e dekorit, kam qenë me bashkëshortin, atëherë s'kemi pas as makinë. Është histori tjetër kjo që duhet blidhenim gjithë vendin këtu në kamp. Dhe kur më thot që babi ka qenë në spital dhe unë u shtanga, do të thënë, ishte një moment shumë në spital, i thash, qa kjo, ba, je mirë ti? Po, mirë jam, tani erdha në shtëpi dhe për një moment, nuk e di, fakti që nuk të treguan, fakti që ti nuk isha aty afër, këto janë momente shumë të vështira që besoj i ka përjetuar çdo emigrant. Duke qenë se ne jemi shumë larg, nuk është se do i hipësh avionit këtu tek mua për 1 orë shkon, absolutisht, atëherë s'ka pas fare linja ajrore, të duhet ikje me tragjet, ishin gati 2 ditë rrugë. Kjo është një pjesë vërtet shumë e vështirë dhe një diçka tjetër kur gjyshja ka humbur jetë, siç të thash dhe më parë që ja kujdes shumë për gjyshen, kemi pasi marrëdhënie shumë të ngushtë. Ajo preferonte që vetëm mund ta ndërroja, ta vishja, edhe pse nuk e kishim brenda në shtëpi. Dhe shtëpia ime me të xhaxhit kanë qenë shumë afër dhe unë ajo nuk e pinte kafe në mëngjes po mos të vinte tek shtëpia ime. Kishim një lidhje shumë të ngushtë bashkë. Dhe kur kam ardhur në Itali, në 23 mars, kam ardhur në Itali dhe në 24 mars ajo u nda nga jeta. Nuk e di sikur priti ndoshta që unë tikja, mos ta shikoja dhe nga që nuk e kam parë, duket sikur ajo është akoma gjallë. Dhe Nuk më besohet edhe sa e flas me mamin, më duket sikur është gjallë. Ka qenë shumë e dhimbshme dhe fakti që nuk ishte pa mundur të shkoja sepse unë sa kisha mbërritur dhe plus e ka marrë vesh jo direkt atë ditë, mbas 2-3 dite sepse të gjithë prindrit, jo vetëm të mi, por besoj një pjesë e madhe e prindërve mundohen që gjërat e mëdha që ndodhin në Shqipëri mundohen t'i minimizojnë, të bëjnë pak për ne që jemi larg, sepse sidomos për disa që nuk kanë dhe dokumenta dhe nuk mund të shkojnë. e kuptoj shumë mirë këtë Ermelinda, por po shoh që pas ke pasur një lidhje shumë të ngushtë me familjen tënde, me njerëzit e zemrës, po ti i ke prindër gjallë akoma dhe besoj që duhet jesh shumë falendëruese dhe mirënjohëse për këtë. Po, ata janë, i lutem Zotit që ata të kenë vetëm shëndetin, asgjë tjetër, jo vetëm ata, por gjithë njerëzit e zemrës, shëndeti është më i rëndësishmi. Ermelinda, do rikthehemi sërish te kjo temë që është shumë sensitive për ty, për mua, për të gjithë emigrantët shqiptarë. Dua të të pyes vetëm pak pyetje për rrugtimin tënd në Itali. Aktualisht je stabilizuar the me letra, po me punën je e kënaqur tani dhe të kam parë në rrjetet sociale, je dietologe. Duke qenë se jam rritur në një dyqan ku kishte për ditën vlësira, e kam vujtur shumë mbi peshën për shumë vite. Pothuajse që nga klasa e 8 deri në moshën 22 vjeçe. E kam vujtur shumë, kam qenë e goxha e mbushur, imagjino dhe 15 kg më shumë se që jam sot. Dhe nuk mund të them se kam qenë shumë e paragjykuar, se nuk e se vrisja dhe shumë mandjen, edhe kur më thonin o Ersa jesh ndosh, po mos ha shumë. Thjesht nuk isha ardha i momenti që mund t'i thoja vetes time stop, sepse sa do ty të flasin apo sa do ta kërkojnë diçka, ti duhet ta marrësh vendimin me veten tënde për të bërë një veprim. Dhe një moment, një ditë thash stop, do filloj do kujdesem për veten, absolutisht thash do psohem, edhe pse më duke shumë e pamundur, por thash do e provoj. Fillova duke dalë për vrap, duke u stërvitur, bëja stërvitje për ditë, ditët e para,
kishte rast edhe qaja, ngadhime e muskujve, doja të haja mbërësirat unë i kam ngërë shumë, hosha dorë, absolutisht, nga çdo lloj mbërësire, dhe për gati 4-5 muaj kam heshur diku tek 15 kg, dhe gja e kisha faqen e Instagramit, e kisha me rrethin tim, me shoqërinë time, dhe që aty ishte ai momenti, flas para 4-5 vitesh, filluan gocat, o erë, po ti çfarë po bën, çfarë po ha, o erë ne të pam ty dhe dolën për ecje, se unë sa herë që dilja për ecje, do hidhja në diçka të vogël që dikush të motivoj, dikush aty mbas. Arritet të humbase shpesh dhe ishte vendosmëria jote. Ishte totalisht vullneti jot i lirë dhe le të themi iniciativa jote për të ndryshuar situatën Atëherë këtu ka filluar për të arritur tek puna aktuale, nuk është se unë në këtë punën që jam kështu nga hiçi, duke qenë se e kam vujtur mbi kurrizin tim dhe gjithmonë i kam ndihmuar gocat pas një lloj fitimi, më shkruani, nuk kthea përgjigje, goca kujdesuni me ushqimin, goca konsumoni këtë gjë, varet edhe nga situatat që ishin, sepse tani ta pranojmë, jo të gjithë kemi mundësi ekonomike të blejmë gjërat e shëndetshme, avokado për shembull, apo frutat e pyllit kushtojnë shumë, është normale, në bazë të jetës që ato kishin, dikush ishte në fshat, dikush e kishte mundësinë. Dhe kur kam zbuluar këtë punë që jam sot, unë kam diku tek 8 muaj që punoj online në një kompani që është për kujdesin e mirëqenies dhe shëndetit, dhe sapo e pash thash do e bëj. Do e bëj sepse mundem ta bëj, më thënë direkt. Ditën e parë, ditën e dytë, unë kam pas kliente, kanë qenë klientët, kanë qenë mikeshat e mia, njerëzit që mua më njihnin, dhe ishte kënaqësi shumë e madhe kur ty dikush të ndjek për vite dhe sapo zbulon që ti je punësuar diku dhe ai besimi që kanë është shumë vlerësues, e ka vlerësuar. Ermelinda, nga Vadante sot punon, je dietologe dhe punon për një kompani, gjithashtu dhe privat. Punoj për një kompani italiane, kompania ka produkte të shumëllojshme, produkte të certifikuara nga Ministria e Shëndetësisë italiane, po patjetër, për kujdesin e lëkurës, flokëve, për njerëzit që duan të shtojnë kilogram, për njerëzit që duan të humbasin peshë, janë produkte 100% bimore që në vitet e fundit janë përhapur shumë dhe në Shqipëri, sepse kompania ka mbi 10 vjet që tregton në të gjithë botën, por në Shqipëri e menduan vetëm 2 vitet e fundit, dhe e shikoj që shqiptarët kanë një tendencë, të më thënë, duan të kujdesen, e kanë vënë re shumë që kur janë futur në këtë punë, duan të kujdesen për veten e tyre, dhe pse e shikoj të vështirë, por jo të pamundur, sepse duhet ta pranojmë, ne ham shumë keq. Unë mendoj se kjo puna e të dobësuarit është lidhet me vetbesimin më shumë. Edhe ti duke qenë se e ke përjetuar nga eksperienca jote dhe iniciativën për të dobësuar edhe besimin e ke pasur te vetja jote, domethënë, dhe e ke vlerësuar pra këtë gjë, ke punuar fort me veten dhe ke besuar që do ja dalësh, apo jo. Patjetër, kjo ka qenë një shtysë shumë e madhe. Që Pikërisht. ti ndihmoj dhe të tjerët, sepse e kam provuar tek vetja ime, dhe kur më thonë që o herë unë nuk po bie dot nga pesha, nuk ka shans të dobësohem, dhe i them absolutisht mos e mendo këtë gjë, sepse tek arrita unë të dobësohesha që isha kaq vite mbi peshë, nuk ka asgjë të pamundur, dhe kur dikush vjen, gjëja e parë që bëjmë, patjetër duhet bëjmë një konsult për të parë se sa kile do të heqi, në cilën zonë të trupit e ka problematikën, sepse trupat janë të ndryshëm, duhet ta pranojmë dhe këtë. Ka gratë të cilat kanë bërë nga 3-4 fëmijë dhe është akoma më vështirë. Ka zonja të cilat janë në periudhën e menopauzës, që është akoma më vështirë, dhe çdo trup është i ndryshëm, dhe ajo që unë them është të kem besim tek vetja e tyre, t'i japin vetes kohë, sepse një masë amore grumbulluar për shumë vite nuk mund të iki me një javë apo me 2 javë, qoftë dhe me një muaj. Duhet japim kohë trupit të përshtatet me mënyrën e ushqyerjes dhe
ulja e peshës do vi gradualisht, patjetër që do vi. E qartë, Ermelinda, faleminderit për gjitha këto informacione dhe janë shumë të rëndësishme. Ti do vazhdosh me gjithë të pasion që ti ke për këtë punë, çdo punë që është me pasion ka sukses dhe do ke shumë sukses. Me beso sepse ti e ke jo vetëm profesion, por e ke mision. Duke qenë një vajzë sensitive si ti, një vajzë e cila është lidhur ngushtësisht me familjen, me prindrit, me fëmijët e saj, një vajzë e cila është rritur me dashuri dhe përcjell shumë dashuri tek kushdo që të njeh, besoj. Si një emigrante tashmë prej 6 vitesh në Itali, më the, cili është mesazhi që do doja të dërgoje përmes këtij programi, përmes zërit të diasporës. Një mesazh falendërues për dikë që vërtet je mirënjohëse, që e ke në jetën tënde. Është familja ime, padyshim, por pa na shkaluar dhe bashkëshortin tim, i cili, si thash dhe më parë, asnjëherë nuk është ankuar. Linda, por dikë që ke larg, në këtë rast një migrant. Atëherë familjen time nuk dua ta ndaj as mamin, as babin, as motën, as vllajin, sepse ata janë mbështetja ime më e madhe, janë të vetmit persona që mua janë munduar të mi plotsojnë ato bështëqet e vogla që nuk kam mundur dot. Vllai her pas here mundohet me në një dhuratë të vogël që unë nuk mundem dot ta blej dhe më vjen surprizë nga ai, sepse jam njëri që nuk kërkoj, e ka më mirë që të pres pak të arri vetë dhe nuk kërkoj. Dhe prindrit e mi e kam parë këtë gjë dhe kur nuk më kanë lënë apo fëmijëve të mi, sa herë që kam pas nevojë ata kanë qenë aty. Padyshim mami im në çdo iniciativë që unë kam marrë, ajo gjithmonë ka qenë mbështetja më e madhe dhe në këtë punë që fillova së fundmi. Sa herë që lodhesh ai thoja ma, po ja ta lë sepse s'po e përballoj dot. Ajo thosh, jo, nuk duhet ta lësh. Jo, absolutisht ti po shkëlqen, ti po e bën shumë bukur. Ti je kaq brava, po ndihmon shumë vajza. Pse duhet ta lësh? Vazhdo, ka qenë një forcë shumë e madhe. Familja ime ka qenë aty. Thjesht e di që po të kem diçka, ata janë aty për mua, edhe pse i kam larg, por i kam këtu, i kam në zemër edhe ndihem e plotësuar. Ermelinda, ta mbyllim me këtë mesazh tëndin kaq të bukur dhe sensibilizues. Unë të falenderoj shumë që pranove ftesën për të ndarë historinë tënde të jetës dhe që nga fillimet e tua, një vajzë e cila ka nisur nga zero, si një emigrante e larguar nga Shqipëria, jo për me dëshirë, por si shumë prej nesh për arsye ekonomike dhe ka arritur përmes punës saj të palodhur, përmes thjeshtësisë dhe dashurisë për çdo gjë që ajo ka bërë në jetë, dhe krenarisë sigurisht për çdo arritje të saj, një vajzë e cila përmes përvojës së saj frymëzon shumë vajza të tjera që të gjejnë besimin dhe forcën për të ndryshuar gjendjen fizike, duke ndjekur një dietë të shëndetshme, sigurisht një stil jete sa më të shëndetshëm. Falenderoj nga zemra për ftesën. Ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe. Unë shpresoj shumë që të kem arritur tek një pjesë e madhe e emigrantëve, ta kem arritur të transmetoj vërtet diçka që e kam përjetuar mbi kurrizin tim dhe të falenderoj shumë. Është nga kjo dritare e vogël, është folur një realitet, por përcillet një realitet jetësor që jam e bindur shumë emigrantë do ta gjejnë veten në historinë tënde, Ermelinda. Unë shpresoj që ti të arrish majat e suksesit. Falenderoj gjithashtu edhe shqiptarët e diasporës, shqiptarët e Shqipërisë, të gjithë ju që po na ndiqni përmes Përshëndesim kudo. Patjetër, i falenderoj shumë Ermelinda dhe i ftoj që të bëhen pjesë e kësaj platforme, të lejnë komentin e tyre për të gjitha tematikat intervista dhe sidomos për këtë histori që ne trajtuam, një histori e jashtëzakonshme të thoja, një histori jetësore, një histori reale e cila ka copza jete që shumë prej nesh mund ta gjej veten aty. Unë ju falenderoj shumë dhe mezi pres t'ju takoj në videon e radhës.